Dhe sot, pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Dhe si dikush që nuk ka pasur asnjëherë ambicie për të qenë kryeministër i vendit, në zgjedhjet e ardhshme unë konsideroj se kandidati ynë duhet jetë edhe kryetari i partisë. Andaj këtë vendim e kam marrë me bindje të plotë si vendimin e duhur dhe në asnjë mënyrë se jam lodhur ose jam zhgënjur. Atë që e thash është arsyeja e plotë dhe e vetme. Është një reflektim më i gjatë, një planifikim më tjetër dhe një vendim që ndoshta do ta merrja më herët sikur të kishim mundësi që të kemi stabilitet institucional. Sikur të kishte ndodhur një qeveri që ne kemi planifikuar, unë do i shpallja zgjedhjet e partisë dhe nuk do të kisha garuar. Ky ka qenë edhe plani. Por me qenë se tash jemi para zgjedhjeve, ju thash është reflektim që duhet ta kemi edhe kandidatin për kryeministër kryetar, jam i bindur në këtë. Çështja e drenasit është çështje që e kam adresuar. Por është vetëm një fusnot në arsyet për cilat fola. Unë jam i bindur që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet të jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon për të qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë, sepse besoj në leadershipin e tij dhe besoj që është figura e cila mund t'i pri Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Gara është e hapur, kushdo që i plotson kriteret statutare dhe të rregullorës së konventës ka drejt me garu, ka pas gjithmonë. 2 herat e kaluara kur kam garuar s'kam pas kundër kandidat, nuk mund të them a do të ketë tash, nuk mund të them për askënd që do të garoj, por preferencën time për Bedri Hamzën nuk e mshefi përkundrazi me kënaqësi e bëj publike. Unë këtu vazhdoj me qenë, edhe zyrët këtu i kam, edhe punën këtu e bëj, edhe angazhimin e kam me fitu zgjedhjet, edhe me Albin Kurtin për qeverisë. Faleminderit shumë.